Gati. Zoti Berisha, si u prit qëndrimi juaj në IDU? Qëndrimi në byron ekzekutive, do më thënë, në forumin në cilin ishin të pranishëm të gjithë drejtuesit e partive antare të IDU-s, u prit me durtrokitje dhe me shumë përzemërsi reagimet ndaj fjales që mbajta unë dhe që mbajt edhe Fatmir Mediu. Realitetin shqiptar është i pakrahasueshëm, është një nga realitetet më të trishta, jo vetëm në Europë, por në Afrikë dhe në vende tjera, sepse ky është një forum ndërkombëtar, natyrisht nuk ishim të vetmit ne që referonim të burgosurit politik, proceset politike, grabitjen masive, por raste si Shqipëria nuk u paraqit ndonjë ku ndodhi një blerje hapur masive e votës, ku ndodhi përdorim masiv i bandave, ku ndodhi përdorimi shtrimi të gjithë shtetit në një monster elektorale dhe u bë gjithçka pra për të dhunuar vullnetin e lirë të shqiptarëve. Pat mirëkuptim të plot për fjalën tonë, bëm dhe takimet veçanta me personalitetet të shkëlqyera të kësaj organizate për veprime dhe mbështetje konkrete. Mendoj se këto hapa janë jashtëzakonisht pozitive dhe të dobishme, por ky është vetëm janë hapat e parë të një betejë të cilën opozita shqiptare do ta fitojë, sepse nuk mundet kurrë që dhuna, terrori, krimi, droga të mbizotrojë, pavarësisht çfarëdo që duket sot Edi Rama e garantoi që këtë mandat nuk do ta gëzoj. Çfarë mbështetjesh e garancish morët ditën e djeshme, ditën e sotme në takimet informale përveç fjalës së hap? Spari një paraqitje e situatës në cilën ne aleatin më kryesor kishim rezolutat e miratuara nga 4 rezoluta si për asnjë rast tjetër dhe në tërësi të kushtuara problemeve zgjedhore. Natyrisht, e vërteta është që në mbështetje të këtyre rezolutave dhe të qëndrimeve tona ishte pa diskutim edhe raporti i vëzhguesve ndërkombëtar i ODIHR-it, Parlamenti Evropian, Këshillit të Evropës. Pra, në këtë rast mendoj se u ndëgjuam me shumë interes, por njohurit nuk mungonin. Nga sa kuptova unë, zgjedhjet në Shqipëri kishin rezonimin më të keq dhe si zgjedhjet më të dhunuara, si një farsë elektorale e plot. Faleminderit. Faleminderit.